i pagun prokurort me t'i nda rastet që me e po sa ma letë. Jo, kjo është shumë e rëndë që i të thonë, kjo nuk qëndran, nuk është e vërtet. Prokurore, një përshtypje edhe Akreshniku, unë po du një përshtypje pak ma dzez që e thoi njerës për drejtësinë e Kosovës, që nëse ki pare, i pagun prokurort me t'i nda rastet që me e po sa ma letë. Jo, kjo është shumë e rëndë që i të thonë, kjo nuk qëndran, nuk është e vërtet. Kjo është shumë e rëndë cilën ma the. Nëse ju keni informacione që një prokuror paska. Jo, disa prokuror. Nëse disa prokuror paska. Kemi që informacionet filmume. Ju duni me dhonë informacionet edhe dijet vendi ku është, kjo nuk qëndran. Puna bohet me shumë përkushtim, me punë shumë e madhe, punë jashtëzakonisht e përkushtume. Ka raste, mos ta mund personalisht kum pasë raste, kur ka pasë dhunë familje, edhe ka pasë armbojtje paleje, edhe ka pasë kemi imbasise, kemi qetarmë, ka pasë kanosje, ka pasë ato, krejt kanë shku bashkë. Qësër që për shemull, po vrohen njerës për shohin, po vrohen vit mas viti, bandat në Prishtinë, ju, po më thu, s'keni struktura që i qitni si në filma, që i qitni venin kush o kush, masa vjetëve s'keni një tabel ku i qitni kush o kush, e na krejt Prishtina pishohim. Ja, nuk do me thonë që se ka prokuroria. Ja, do me thonë se ti forës me që se ka. Kolegjiume the se kena. Ja, veç mos te kesh kuptojna. Kena dashme. Prokurorët, cilët e kanë rastet e tila, normal që e kanë. E trajtojnë rastin edhe normal që e kanë. Edhe i kanë identifiku. Na qytetarët po bojmë bisedan, familje për qëtë punë. Po ty po të lejohet me thonë edhe këtu prokurorët po marrin për mi kry rastet. Po, ty po të lejohet me thonë. Jeta tha, egziston një përshtypje, t'jemi të sakt, një përshtypje, e cila unë mëj me thonë që ka mbështetje. Shkak se nëse kemi pas një ish krye prokuror të filmum, të folë për pare, për publiku ka me kriju këtë përshtypje. Pra, une po vazhdoj me insistu në ato që na po flasim për prokuror me integritet që i kemi në prokurorinë e shtetit. Dhe po e pranojmë publikisht që ka prokuror me integritet në sistem tonin, se të janë të gatshëm për me luftu krimin edhe me trajtu. Problemin e kemi të mungesa e qasjes strategjike për me i shkatru grupet kriminale të cilat operojnë venin tonë. Pra, nëse na po flasim që pas kemi një rjetë kriminal në Spanjë, të cilët merren me dukuri negativa, atje merren me vjetë, merren me probleme tjera. Cila është strategjia për me siguru prova që ata njerëz janë të marrë me krim të organizuar edhe në Kosovë.